Ja ku po takohemi miqtë e mi, duke ju uruar të gjithëve që të keni kaluar një ditë me energji pozitive dhe shumë të dashur, dua të ndaloj pak tek situata e shumë komentuar e ish opinionistes të Big Brotherit, këtë herë producente me një rol shumë të rëndësishëm në përputhen, Neda Balluku. Neda Balluku natën e mbrëmshme ishte drejt për drejt në emisionin Goca dhe Gra, ku foli për marrëdhënien e saj me tashmë ish bashkëshortin Ogren Balluku, njëkohësisht edhe vllau i zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Neda Balluku foli gjëre gjatë. Ajo tregoi që marrëdhënia e tyre ka patur krizë edhe të mëhershme. Dashuria me Ogrenin ka patur ulje dhe ngritje, do të thënë kanë patur krizë në vitin 2020, kanë patur kriza që i kanë rikuperuar dhe me shpresën që do të rikuperonin dhe këtë krizën në vitin ku jemi tani, në ditën e sotme, por gjithçka do me thënë tashmë ka përfunduar. Dhe Neda e pranoi me një përgjegjësi shumë të madhe që marrëdhënia e saj me Ogrenin është një marrëdhënie që tashmë është në gjykat. Do me thënë, nga një dashuri shumë e lumtur ku në jetë erdhën 3 fëmijë, Neda dhe Ogreni kanë përfunduar gjithçka dhe Neda kujdeset vetë për fëmijët e saj dhe normalisht punon me një intensitet shumë të lartë dhe ndjekën të gjitha ëndrat. Por debati nisi në studio mes Nedës edhe Rozanës pas një pyetje drejtuar që i bëri Rozana. Mbrëmjen e djeshme, Neda Balluku, e ftuar në emisionin Goca dhe Gra për të folur rreth divorcit të saj me ish partnerin Ogren Balluku, pas 15 vitesh bashkëjetesë, si edhe për botimin e librit të saj I dashur ti je trap, Neda ishte ulur krah Rozana Radit, me të cilën pati një përplasje të fortë gjatë Big Brother VIP. Do me thënë, inatet mes Nedës edhe Rozanës kanë qenë që në Big Brother Neda kishte një qëndrim të ftohtë drejt Rozanës, kishte një qëndrim stoik drejt Rozanës, ndërsa Rozana Radi mbrëmsiç duket e kishte fatin e saj që t'i hakmeret në këtë rast Neda Ballukut, kur Rozana ishte konkurrente në Big Brother, ndërsa Neda në atë kohë ishte opinioniste, domethënë për Big Brotherin që sapo përfundoi. Dhe dukshëm kishte hatër mbetje mes tyre, gjë të cilën tashmë nuk është shuar akoma. Libri del kur divorci bëhet publik, është një rastësi, në fakt ishte kjo pyetja e Rozanës kundër drejt Nedës, ndërsa kjo e fundit ju përgjigj. Nga ty e pres këtë pyetje, po sigurisht që është tërësisht rastësi, sepse nuk bëhet shaka me gjërat e jetës. Unë di ta ndaj shumë mirë punën time publike dhe situatat e mia familjare. Mëtej Rozana pyeti Nedën si e menaxhon dashurinë në ekran, kur dashuria e saj po përballet me dyert e gjykatës, ndërkohë që është autore një programi dashurie si përputhen, ku mëson rinin si të dashurohen. Ti thuash një gruaje që sapo ka humbur një dashuri të vetën të madhe, se si do shkosh tua mësosh të rinjve nuk është okej, tha Neda, pasi u shpreh se nuk është detyra autorëve të mësojnë të rinjtë si të dashurojnë, por janë ata që i tregojnë publikut se si dashurohet brezi i ri sot. Duke qenë se nuk e keni sapo humbur, por thatë që kemi disa vite që jemi ndarë, nuk qëndron kjo që thatë, ja ktheu Rozi. Mëtej një tjetër pyetje që Rozi i bëri Nedës ishte, pam kopertinën e librit tuaj dhe ju mbanit mbi emrin e ish bashkëshortit, do vazhdoni ta mbani mbi emrin e tij? Unë mendoj që është një linjë shumë e hollë ndërmjet të ndarit biseda shumë të rëndësishme dhe llafe grash. Dhe pyetja jote që sapo bëre është pak llafe grash, tha Neda duke qeshur në mënyrë ironike. Dhe Rozana, jo mbiemri nuk është llafe grash, ndërsa Neda tha ka mbaruar bigu Rozana. Dhe Rozana i kthehet, nëse nuk mund të përgjigjesh, thuaj thjesht nuk di ose nuk mund të përgjigjem. Pas transmetimit të intervistës, reagimet në rrjetet sociale nuk munguan, pjesë e madhe e publikut komentoi qëndrimin e Neda Ballukut si arrogant dhe përçmues, duke vënë në dukje mënyrën ironike dhe tonin e saj gjatë përballjes me Rozanën. Tani ti thuash Rozanës llafe grash, ndërsa ti ke shkuar në një emision që realisht bëhen llafe grash, sepse është Goca dhe Gra, domethënë një pak kundërvajtje me veten, por unë mendoj që Neda dhe Rozana, domethënë akoma nuk kanë qartësuar shpirtin e tyre dhe nuk kanë qartësuar gjërat të cilat domethënë do të bënin një dinamik shumë të madhe.